Ne do të jemi çdo ditë këtu, nga pjesëtarë të sigurisë, mbrojtjes afërt, të cilët cënuan edhe integritetin fizik të disa prej deputetëve. Nuk kemi të bëjmë me një incident procedural. Kemi një model të sjelljes politike. Kushtetuta zbatohet vetëm kur i përshtatet një partie. Kjo është e papranueshme. Kur vullneti i një partie politike vendoset mbi kushtetutën, mbi rregullat dhe mbi institucionet, atëherë kemi suspendim praktik të rendit kushtetues dhe të demokracisë, ku vendi është efektivisht i mbyllur, deputetëve po pamundsohet ushtrimi i mandatit të tyre. Këto mandate nuk na i ka dhënë Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Mandatet na i ka dhënë qytetari i Republikës së Kosovës me 7 qershor. Qindra mijëra qytetarë kanë dalë në zgjedhje, kanë votuar, kanë zgjedhur përfaqësuesit e tyre dhe na kanë dhënë mandat në këtë kuvend që t'i përfaqësojmë. Ne sërish do të bëjmë kërkesë për seancë pas 48 orësh. Dhe aktiviteti ynë nuk do të kufizohet më vetëm brenda këtij institucioni. Ai do të zhvendoset edhe jashtë kuvendit në forma më të gjëra të mobilizimit politik, demokratik dhe qytetar. Ejani takohemi në sallën e kuvendit të Kosovës. Ejani i konstituojmë institucionet. Ne do të jemi çdo ditë këtu. Sot edhe disa shfaqje jo të këndshme në kuvend në sallë. Kishte deputet të shoqëruar nga pjesëtarë të sigurisë, mbrojtjes afërt, të cilët cënuan edhe integritetin fizik të disa prej deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe për këtë çështje, ne do të ndërmarrim masa në Inspektoratin Policor të Republikës së Kosovës.